uronin njëri tjetrin, mblidheshin, bënin edhe festën. Aty kishte nga ato lloj abuzimesh. Aty kishte ndërhyrë dhe kishte deportuar. Aty kishte ndërhyrë dhe kishte deportuar prokuroria dhe që ky është një hetim penal motamo që përveç hanën administrative që e ndiqte dhe pjesën tjetër të kësaj. Çfarë është Belinda? Jo, ajo që thot Besi, a është se mori kot situata. Është ditë e keqe. Është ditë e tërës. A është Belinda një hetim i tillë si 5D-ja, pra edhe penal? Është tentuar duke u sekuestruar telefonat e Ervis Berberit dhe Belinda Balluku ka ngelur në rrjetën e telefonave të Ervis Berberit, sepse vetë Belindës nuk është sekuestruar asnjë telefon, sepse nëse mund t'i sekuestrohet telefonin, nuk do ishim te rasti Ervis Berberit, po do ishim në raste të tjera që të zbulueshme. Por prokuroria, megjithatë, unë kam thënë në këtë studio, është kujtuar shumë vonë të merret me Belindën, sepse provat i ka pasur që në shtator të vitit 2024, ndërkohë që aktive me lëvizje është bërë në fund të muajit nëntor të 2025. Pra të rishti më shumë se një vit dhe ti mbash ata aktën e ekspertimit aty dhe provat kanë qenë aty dhe ti pret në limitin kohor të hetimit të një vepre penale, sepse në 4 apo në 10 dhjetor parashkruheshe të vitit 2025, kjo për mua nuk është hetim, po është një tërheqje zvarre dosjes deri në limitet e fundit të kohës dhe që pa dyshim pastaj bën dhe ato kalkulimet e tjera me masat e sigurisë që dhe ato dështuan dhe që sot jemi në pikën ku Belindën e kemi të pandehur, por nuk e kemi të arrestuar. Jo, ka masën e... Mos shkojnë Hawaii. Ka masën e ndalimin e daljes jashtë shtetit, po nuk është pa masë. Shikoj, që ta konkretizoj atë që thotë zoti Qino, në rast se një dosje që shkon në gjykat nga prokuroria ka vetëm atë që quhet arkiva e dokumentacionit të tenderave, nuk është më dosje penale. Këtu jap të drejtë rubrikës SMSY, ose është një rubrik tjetër flasim, ku bën analiza... Emisionet e Ramës. Ku bën analiza juridike. Këtu jap të drejtë vetëm në këtë pikë. Thotë që shikojmë dosje me 16.000 flet, me 20.000 flet. Në ase në ato dosje me 16.000 flet, ti ke vetëm arkivën e Ministrisë Transportave, Ministrisë Energjetikës, të transferuar nga Ministria në prokurori, nuk kemi më hetim penal. Në ase brenda këtyre dosjeve, qoftë dhe 600 të jenë ato, ke vetëm titullin e tenderit, ke vetëm kapakun e dosjes tenderit, dhe më tej ke dëshmi, ke të penduar, ke përgjime, ke këqyrje telefonike, atëherë ti ke bërë një hetim penal për të nxjerrë atë përgjigjen e parë që tham. Kemi të bëjmë me shkelje të barazisë në tendera, apo kemi të bëjmë me një veprimtari kriminale. Dhe kjo është ajo që na duhet të kuptojmë se si do të vijojë. Që ta kuptosh se si duhet të vijojmë, duhet të kuptojmë dhe diçka tjetër me që jemi në një prill. Po patjetër. Në rast se një shoqëri për një ditë gëzon dhe qesh me gënjeshtrën, është okay. Por në rast se një shoqëri pranon gënjeshtrën çdo ditë, ajo shoqëri është në krizë. Do me thënë si thua, gjithë vitin ne jemi në një prill. Thash, ajo shoqëri është në krizë. E vlerësoj shumë komentin tuaj final prokuror, gjithashtu do të falenderoj edhe kolegun tim, prokurorin e gazetarëve Elton Qyno. Ti edhe i burgosur, i arrestuar i gazetarëve. Sa më pak abuzime. Sa më pak abuzime edhe të natyrës seksuale, por jo verbale, cila duket se